Padyshim që ka mundësi që Ramazani të jetë shkak për ndryshimin e komplet jetës së një personi. Edhe elhamdulillah kemi raste të shumta që po besoj edhe unë edhe ti, ne kena pas ka një Ramazan dikur që u bë shkak me nai ndryshu jetën. Allahu subhanahu wa ta'ala për mirësisë ti thënë Kur'anin fisnik wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dhe Zoti yt Muhammed krijon çfarë të doj dhe zgjedh çfarë të don. Domethënë për mirësisë Allahu xhalla xhelaluhu është që për neve i ka kriju këta muaj edhe e ka përzgjedh muajin Ramazan të jetë muaji i agjërimit, muaji i ngritjes, muaji i mirësive edhe vlerave të shumta. Pra, vetë fakti që Allahu xhalla xhelaluhu e ka ngrit Ramazanin sikur muaj, këna tregon që përmirësimin të është tepër më i lehtë se sa përmirësimi në muajt e tjerë. E ne e dim që Allahu xhalla xhelaluhu prej neve don që ky Ramazan më ndryshu. Edhe nuk kërkon Allahu xhalla xhelaluhu prej neve që na me u lodh duke mos u ushqy apo duke mos pi pije ndryshme, edhe duke mos pas marrëdhënie intime me gratë tona, nga se Allahu xhalla xhelaluhu nuk ka nevojë për neve. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Fatir: "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah." O njerëz, jo jeni nevojë për Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allahu xhalla xhelaluhu është ai i cili nuk ka nevojë për askënd. I mjafton vetja e tij, edhe është i lavdëruar gjithmonë. Edhe nëse unë edhe ti nuk e lavdrojmë me lekt, i ka emrat e tij të lartë, i ka cilësitë e tij të larta. Vetë subhanahu wa ta'ala me qenin e tij është i lartë. Andaj nuk ka nevojë për neve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kush dhe për juve që nuk e lën fjalën e keqe edhe veprën e keqe gjatë agjërimit, le ta dinë që Allahu te baraka wa ta'ala nuk ka nevojë për agjërimin e tij, nuk ka nevojë që ai melon për hir të Allahut ushqimin e tij apo edhe pijen e tij.